Të trendet demografike në Kosovën përgjithësi janë të pafavorshme, duke përfshirë edhe këtë treguesin e moshës mesatare të popullsisë. Vetëm në periudhën 2011-2024, në periudhën mes dy regjistrimeve, kjo moshë ka lëviz për 60 vite. Kemi moshë mesatare 60 vite më të vjetër. Kjo është fenomen i pritshëm duke pasur parasysh trendet e pafavorshme me të cilat po ballafaqohet Kosova, sidomos me fluksin e lartë migrator, që është edhe një prej faktorëve kryesor që ndikon edhe në moshimin e popullsisë. Meqense se nga emigrimet, grupëmoshat më të atakuara janë grupëmoshat e reja. Zoglimi i pjesëmarrjes grupëmoshave të reja favorizon rritjen e grupëmoshave të vjetra. Jo, këtu zakonisht parashikimet bëhen me skenare, me variante në fushën e demografisë, por janë të bazuara në të dhënat e regjistrimit të popullsisë. Do të thonë bazë për prognozat e fundit të popullsisë nga Agjencia e Statistikës është regjistrimi i popullsisë së vitit 2024. Po tash në nivel komunal, do të thonë zakonisht komunat të cilat kanë në kodër të territorit tyre kanë si për zona kodrinore malore, janë zonat të cilat janë më të atakuarat nga të gjitha zhvillimet e pafavorshme demografike, duke përfshirë edhe moshën mesatare dhe moshimin demografik të popullsisë. Zvoglimi i fuqisë punëtore domethënë grupëmoshat e vjetra janë grupëmosha të cilat në aspekt ekonomik janë më të rezistente ndaj inovacioneve, e që është një prej faktorëve kryesor të zhvillimit ekonomik të një vendit. Në fusha tjera, moshat e reja janë ngarkesë për sistemin pensional, për sistemin shëndetësor e që shper në shumë vende, si pasojë e numrit shumë të lartë të grupëmoshave të vjetra, skemat pensionale dhe sistemi shëndetësor është shumë i ngarkuar me shpenzime për shëndetin rrallë të parë të këtyre grupëmoshave.